Përshëndetje të nderuar shikues, po ndisni edicionin e lajmeve në RTK. E nisim këtë edicion lajmesh me një lajm të orëve të fundit. Një grua ka ndëruar jetë sonte në Gjakov pasi kishte rënë ujë nga ura e Mogolicës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës Sheremet Elezaj, i cili ka bërë të ditur se fillimisht viktima ishte dërguar në spital për trajtim mjekësor, por se spitali kishte njoftuar më vonë se gjendja e saj ishte përkecuar dhe ka ndëruar jetë. Patrullat policore së bashku me njësinë e zjarfikësve dhe ekipin e emergjencës kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku viktima ishte nxjerrë nga ujë dhe nga personeli mjekësor i ishte ofruar ndihmë e parë dhe më pas ishte dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor. Rreth orës 21:30 jemi njoftuar nga spitali se gjendja shëndetësore e viktimës ishte përkecuar dhe ajo ka ndëruar jetë, ka thënë Elezaj, i cili ka shtuar se janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, pas ditën e sotme, një person ka mbetur i vrarë nga të shtënat me armë zjarri në fshatin Bokshiq të Klinës. I dyshuar i lidhur me këtë rast është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë. Viktima u qellua për vdekje nga vëllai i tij pas një mosmarrëveshje verbale. I ndjeri ishte veteran i luftës së UÇK-s. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në orët e pasdites në Bokshiq të Klinës, ku një person pas një fjallosje ka vrarë vëllain e tij. Lajmin për RTK e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë rajonale në Pej Fadil Gashi, i cili tha se me të marrë informacionin njësitet policore nga stacioni i Klinës kanë dalë në vendin e ngjarjes së bashku me prokurorin e shtetit dhe ekipin mjekësor. Sipas policisë, viktima është dërguar për në spitalin e Pejës, mirë po si pasojë e plagëve të rënda, viktima ka ndëruar jetë. Vdekjen e viktimes e ka konfirmuar mjeku kujdestar në spitalin e Pejës, ka konfirmuar Gashi. Lajmin për ngjarjen tragjike e cila ndodhi në oborrin e shtëpisë së viktimes e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, Shkodran Nikçi. Përveç policisë së Kosovës dhe gjitha njësive relevante policore, ka dalë në vend të ngjarjes edhe prokurori i krimeve të rënda nga prokuroria themelore në Pejë. Në vend të ngjarjes është sekuestruar dhe arma me cilën dyshohet që është kryer vepra penale vrasje e rëndë. Viktima për fat të keq nuk ka mundur të mbijetoj plagëve dhe vdekjen e tij e ka konstatuar mjeku kujdestar nga Spitali Rajonal i Pejës. Prokurori i shtetit bashkë me policinë e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të ndryshuar të gjitha rrethanat e këtij rasti. Brenda afatit ligjor, prokurori i shtetit do të parashtrojë edhe kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Sipas prokurorisë, trupi i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Kryetari i komunës së Klinës, Zenon Elezaj, ka reaguar lidhje me ngjarjen tragjike që ka ndodhur sot në këtë komunë, ku për shkak të shtënave me armë zjarri mbeti i vdekur Faruk Jusufi. Në një postim në rrjetin social Facebook, Elezaj i ka shprehur ngushëllime familjes, derisa ka thënë se viktima do të kujtohet si person i respektuar dhe i dashur. Me dhimbje të madhe mora lajmin për ndarjen nga jeta e Faruk Jusufit. Faruku ishte veteran i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Si adhëtar i madh që ishte, ai dha një kontribut të çmuar për lirinë e Kosovës. Të gjithë ne që e njohëm do të kujtojmë si një person të respektuar dhe të dashur, ka shkruar ndër të tjera Elezaj. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, takimin me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Brendan Hernan, e ka vlerësuar të shkëlqyer. Përmes një postimi në platformën X, Sorensen ka shkruar se kanë diskutuar për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë shqyrtuar arritjet e fundit dhe se siguruan harmonizimin në hapat përpara. Pas një procesi gjyqësor që zgjati më shumë se 10 vjet, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm 4 ish deputetët e Kuvendit të Kosovës të përfshirë në rastin e gazit plotësjellës në vitin 2016. Me styri janë kryetaria aktuale e Kuvendit Albulena Haxhiu, si dhe ish deputetet Palekaj, Donika Kadaj Bujupi dhe Besa Baftiu. Ata akuzoshin për hedhjen e gazit plotësjellës në Kuvend,
në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjeve shtetërore për demarkacionin me Malin e Zi. Vendimi u bë publik nga avokatët mbrojtës, të cilët thanë se gjatë gjithë procesit nuk është arritur të provohet pajësia e të akuzuarve. Dhuna në familje vazhdon të mbetet njëra nga sfidat më serioze të shoqërisë kosovare, po atë sa angazhimi për ndihmë të viktimave të dhunës në familje. Gjatë vitit 2025, 216 fëmijë në moshën 18 vjeçare kanë raportuar për dhunë e familje në Policinë e Kosovës, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve të raportuara është mbi 2800. Duke treguar shkaqet që po çojnë në këto shifrat e larta të dhunës në familje, sociologët thonë se shoqëria dhe shteti duhet të reagojnë në rastet kur prindërimi nuk e kryen detyrën e vet. Brenda mureve të shtëpisë, aty ku duhet të ndihen të sigurt mira fëmijë, gra e burra vit pas viti bëhen viktima të dhunës. Një pjesë e tyre kërkojnë ndihmën e shtetit e disa nën frikë vendosin të heshtin. Rasti i fundit në Lipjan, ku një 5 vjeçar u keq trajtua nga prindrit, ka nxitur reagime të shumta në vend. Megjithatë, dhënat e policisë së Kosovës dërguar RTK-s flasin për 216 fëmijë tjerë nën moshën 18 vjeçare, të cilët kanë raportuar dhunën në familje vetëm gjatë vitit 2025. Ndërkaq, gjithsej 2836 fëmijë gra e burra raportuan për dhunë në familje vitin e kaluar. Numri i rasteve të dhunës në familje ka shënuar rënje nga 2547 sa ishin në vitin 2024 në 2509 në vitin 2025, ku vërehet një rënje prej 1.49%, thuhet në përgjigjen e policisë. Sociologët në vend tregojnë se cilat janë shkaqet që çojnë te dhuna në familje. Në qofse unë si i ri, të unë është nështrua dhuna, si prind kom predispozita unë që jam dhunus, pastaj problemet ndryshme sociale apo ekonomike, ekzistenciale, cilat krijojnë plasaritje problematika të ndryshme brenda familjes, në qofse ato nuk mund të përshtaten apo të zgjidhen, atëherë mund shumë lehtë të shpërfaqet edhe dhuna. Në anën tjetër kemi edhe probleme të ndryshme patologjike, siç është rasti me nënën që kishte probleme të ndryshme psikologjike. Zërdza thotë se shoqëria dhe shteti duhet të reagojnë në rastet kur prindërimi nuk e kryen detyrën e vet. Duhet edhe shoqëria të interesohet dhe të di mekanizmat se si funksionojnë drejt kujdeset, kur në ato momente kur prindërimi çalon dhe nuk mund ta kryej atë detyrën e vet humane dhe ligjore të cilën e ka, atëherë duhet të di cilat janë mekanizmat, cilat janë hapat drejt kujdesit të cilat ja u bojnë institucionet relevanta, qoftë fëmijës apo strehimit të tyre edhe mirëmbajtjes së shëndetit dhe mirëqenies së tyre. Pas rastit në Lipjan, njës të sigurisë thonë se familja dhe institucionet kanë dështuar në parandalimin e rasteve të dhunës. Duhet të kemi preventiv për parandalim, dhe kush e bën preventivën për parandalim? Entet sociale, pastaj ata alarmojnë policinë dhe policia tek pastaj reagon. Nuk mundet ty policia 24 orë dhe në 7 ditë javës të ruaj çdo shtëpi të Republikës Kosovës. Institucionet janë të ndara. Sipas zyrës së UNICEF-it në Kosovë, dhuna ndaj fëmijëve lë pasoja vaxhate tek ta, andaj duhet të forcohen sistemet mbrojtëse të tyre. 4 raste të dhunës në familje janë raportuar vetëm të enjtë në Kosovë. Policia e Kosovës ka njoftuar se rruga nga Prishtina-Mall deri në Veternik dhe Anasjeltas nesër do të jetë e bllokuar nga ora 9 deri në orën 11. Për shkak se Federata Atletike e Kosovës ka planifikuar organizimin e garës ndërkombëtare të vrapimit rrugor Kosova në lëvizje. Prandaj, policia ka kërkuar mirëkuptim nga pjesëmarrësit në trafik që në periudhën derisa zhvillohet gara të shmangin këtë segment rrugor dhe të përdorin rrugë alternative. Forca e Sigurisë e Kosovës fton të rinjet nga të gjitha komunitetet nga mosha 18 deri në 25 që t'i bashkohen këtij institucioni, jo vetëm për një vend pune, por të ndërtojnë karrierë ushtarake dhe t'i shërbejnë vendit. Zëvendës ministri i mbrojtjes së Kosovës Enis Kervan i shoqëruar nga përfaqësuesja e NATO-s Ana Kruk dhe nën koloneli i FSK-s Enver Vrelaku kanë takuar disa nga të rinjtë e Prizrenit
në kuadër të rekrutimit të tyre në forcën e sigurisë së Kosovës. Në thelb abdikimi një mundësia të rinjeve të ndërtojnë një karrierë të rëndësishme duke i shërbyer vendit dhe komunitetit tyre. Procedurat vetë i keni në për web faqe, procedurat për rekrutimin përfshin aplikimin dhe verifikimin e dokumentave, testin fizik, testin e inteligjencës dhe njohurive të përgjithshme. Përfaqësuesja e NATO-s në Kosovë Ana Kruk u shpjegoi të rinjve mbështetjen që ka pasur dhe do të ketë Forca e Sigurisë së Kosovës nga e gjithë antarësia e NATO-s, ndërsa ka mbështetur rekrutimin e të rinjve në këtë institucion të rëndësishëm të sigurisë së Kosovës. Mirpresim punën e FSK-s në mbështetje për të gjitha komunitetet dhe rekrutimin e tyre në të gjitha nivelet. Ata të cilët aplikojnë duhet të kenë parasysh që i pret një program i avancuar dhe sinqerisht mbështesim këtë nismë në këtë fushë. Radhitja e të rinjve Prizrenas në krah të FSK-s është jo vetëm mundësi punësimi, tha zëvendës ministri Enis Kervan. Për të rinjtë që bashkohen FSK-s, kjo nuk është vetëm një mundësi punësimi, është një mundësi për trajnim profesional në Kosovë dhe në shtetet të ndryshme partner, për zhvillim personal dhe për të ndjekur shkollimin profesional ushtarak duke ndërtuar një karrierë të qëndrueshme dhe me perspektivë. Përmes këtij takimi, përfaqësues të institucioneve të mbrojtjes kanë ftuar të gjithë të rinjt, të moshës nga 18 deri 25 vjet, nga të gjitha komunitetet që të aplikojnë e të bëhen pjesë e uniformës së ushtrisë së Kosovës. Gjyqësori i Kosovës hap për herë të parë një muze që sjell historinë e drejtësisë ndër dekada përmes dokumenteve dhe dëshmive unike. Ekspozita përfshin periudha të vështira të gjyqësorit, nga largimet masive të viteve 90 deri te përpjekjet për ndërtim pas luftës, si dhe dokumentet që datojnë nga vitet 1940, përfshirë dekrete, protokolle dhe testamente të vjetra. Në hyrjet e tij ekspozohet toga e ish-kryetarit të Gjykatës Supreme Recep Haxhi Musa si simbol i figurës së gjyqtarit model dhe integritetit profesional. Pjesë e muzeut janë edhe dokumentet që dëshmojnë emërimin e gjyqtarëve të Kosovës nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë gjatë viteve 1942-1944, si dhe të dhëna për gjyqtarët të shkarkuar në periudhën 1990-1993. Muzeu është konceptuar nga ish-kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj, i cili thekson rëndësinë e ruajtjes së historisë së sistemit të drejtësisë dhe sfidave që kanë shoqëruar atë ndër dekada. Në kuadër të ditës botërore të poezisë në Prishtinë është mbajtur një takim letrar i organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës, ku mblodhen autorë të njohur dhe anëtarë të rinj të kësaj organizate. Aktiviteti synon të promovojë poezinë si një formë e rëndësishme e shprehjes artistike dhe të inkurajojë krijimtarinë e re në vend. Kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve Shoqëri Galica tha se kjo ditë shërben si një nxitje për zhvillimin e një krijimtarie më cilësore, duke cilësuar poezinë si një nga format më elitare të artit letrar.